Në ajetin e parë të surës Ibrahim, Allahu i Madhërisht thot: "Kitabun anzalnahu ilayka litukhrijan nasa min adh-dhulumati ila an-nuri bi'izni rabbihim ila siratil azizil hamid." Që në përkthim kuptimi i tij do të ishte: një libër ta kemi zbritur ty që ti me lejen e Zotit tan ti nxjerrësh njerëzit nga errësirat në dritë në rrugën e Allahut të Gjithëmadhërisht, i cili është edhe i plotfuqishëm, edhe është meritor për të qenë i lavdruar. Pra, ky ajet na e përshkruan shkakun kryesor madhor për zbritjen e Kuranit, që është që njerëzit të dalin prej errësirave të ignorancës e të jetojnë edhe ta përjetojnë dritën e udhëzimit në rrugën e Allahut të madhruar. Në shumë vende në Kur'an, në shumë ajete, Kur'ani përshkruhet si libër. Edhe ai në të vërtetë është libër përderisa është i shkruar në koleksionin i cili quhet Mushaf, edhe përderisa lexohet nëpërmjet shkronjave të ndryshme. Mirë, po Kur'ani nuk ka zbrit i ktill, Kur'ani nuk ka zbrit i shkruar. Ajetet kur i kanë ardhur edhe kur i kanë zbrit Muhamedit sallallahu alaihi wasallam kanë qenë forma gojore. Ai i kanë dëgjuar prej Xhibrilit, edhe ai pastaj i ka mbajt mend, edhe u ka recitu, u ka reproduku shokëve të vet, të cilët pastaj në forma të ndryshme, kush ka ditë shkrim lexim i ka marrë edhe i ka shkruar, kush nuk ka ditë shkrim lexim është munduar ti mbaj mend, edhe shumë prej tyre kanë arritur që ti mbaj mend në këtë formë, duke i ndëgjuar prej Muhamedit sallallahu alaihi wasallam ose prej të tjerëve gojë mas goje. Megjithatë, me kalimin e kohës shkrim leximi është përhap, është bërë dukuri shumë e përhapur, edhe Kurani është shkruar në koleksione, mas pari në koleksion unikat në kohën e Abu Bekrit, pastaj në 7 koleksione në kohën e Uthmanit radhiyallahu anhuma, e pastaj ka filluar reprodukimi dhe shumëzimi i tij në libra në formën e shkruar. Mirë, po në të vërtetë Kurani është shumë më shumë se libër. Është një udhëzim i cili në mënyrë shumë të mrekullueshme ka ngërthyer në vete aspekte të ndryshme të komunikimit me njeriu. Allahu nëpërmjet ajeteve të Kuranit komunikon me njeriu në një mënyrë shumë interesante, e cila ndron kohë pas kohe, respektivisht ndron derisa i lexojmë disa ajete, ndoshta të njëjtës kaptin, hasim se aty kemi lajme dhe informata për popujt e kaluam, paralajmërimin për të ardhmen, gjithashtu njëkohësisht përmban edhe urdhresa dhe ndalesa të cilat njeriu duhet i përmbahet në mënyrë që vërtet udhëzimi i tij të jetë i plot. Nëse njeriu i përmbahet Kuranit, s'ka dyshim se jeta e tij do të ketë kuptim, edhe ai do të arrijë që atë për çka është i krijuar dhe atë për çka ekziston në këtë botë vërtet të arrijë ta jetojë.